edhe pas aktit terrorist në Banjsk, në vend që të denonte me forcë falangat e Beogradit, Rama kërkoi menjëherë, brenda orë, konferencë ndërkombëtare për Kosovën, duke tentuar në këtë mënyrë të përfshinte Rusinë në tryezë në krah të Aleksandr Vučić dhe kundër interesave të shqiptarëve në Kosovë dhe rajon. Ai nuk gjeti një fjalë të vetme të ngushëllonte fjalët e dëshmorit të dheut që ra në Banjsk në mbrojtje të territorit të Kosovës. Së fundi, Edi Rama mund të shpallet panic emeritus i Serbisë, pasi në politikat e tij ka tejkaluar edhe platformën e Vaso Trubilovicit për dëbimin e shqiptarëve nga Shqipëria. Shifrat janë alarmante. Nga viti 2015 deri në vitin 2024, vetëm në hapësirën e Schengenit janë larguar 1.990.000 shqiptarë, së bashku me emigrantët në vende tjera janë rreth 45% e popullsisë të larguar nga vendi. Ndërkohë, në vitet 2007-2014, numri i shqiptarëve në Shqipëri u rrit çdo vit. Edi Rama është armik i lirisë së shqiptarëve sepse sipas të gjitha dokumentave dhe raporteve ndërkombëtare, ai ndërtoi për interesat pushtetit të tij në Shqipëri narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë, duke damkosur në këtë mënyrë Shqipërinë dhe kombin shqiptar. Duke u lidhur me kartelet e drogës, ai shtroi procesin zgjedhor në një farzë zgjedhore, asgjësoi shtetin ligjor dhe sfundi me mburojnë kundër vjedhjeve të tij dhe bashkëpunëtorëve familjarëve të tij, ai po mbyll dyert e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Faleminderit. Mitën e diasporës, Edi Rama foli edhe për drejtësinë sipas tij të pavarur në Shqipëri, duke thënë se qeveria ishte ajo që i dha shpatën për një drejtësi të barabartë dhe sot askush nuk është mbi ligjin. Si komentoni këto deklarata që vijnë pikërisht pasi qeveria socialiste me fuqinë e kartonëve në kuvent u bë bllokadë drejtësisë për Belinda Ballukun? Faleminderit. Edi Rama